Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lezime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Ky person është besnik me ju apo shtiret? Fshet diçka. Pra, si është ky person me ju? Personi që ju njihni. Si është me ju? Është besnik shumë me ju apo fshet diçka? Pra, nuk është shumë i sinqert. Dhe do ta zbulojmë. Ky është një person si ky kalorë si shkopimve. Një person shumë i dashuruar që ju thot fjalë të ngrohta, të ëmbla, dashurie. Ju jeni midis dy alternativave. Nuk keni shumë besim se ky person. Hëna e plot e kësaj letre më tregon që ju jeni një marrëdhënie të fshehtë. Të fshehtë. Një marrëdhënie që jeni të rrethuar nga njerëz jo fort të mirë, që ju shohin me shumë zili të marrëdhënie që keni, të histori. Ky person është person i sinqert. Është besnik, është shumë i sinqert dhe dashurinë tuaj e ka me themele të sinqerta, pra, ka një dashuri sinqert për ju. Letra e diellit më tregon që ky person do të vijë kalit dhe do të kalojë drejt jush për të shprehur dashurinë e tij, për të shprehur atë besnikërinë e tij që ka për ju, sepse është një person shumë shpirtëror dhe se është i lënduar në jetën e tij, ka marrë lëndime të forta, ai vjen drejt jush për t'ju shprehur besnikërinë. Vjen me këtë kal, me shpresë dhe me besim dhe një pastërti brenda shpirtit tek kjo perëndeshë e bukurisë. Dhe këty shikon perëndeshën e bukurisë. Njeriu e tij të dashuruar. Është shumë besnik me ju dhe nuk ju fsheh asgjë. Me kë rezonon kjo histori? Kjo besnikëri e këtij personi, këtë gërm. Me gërmën Y, me gërmën E, me gërmën E, O, R, Q, Z, me gërmën R, Q, me gërmën Sh, L, J, dhe me gërmën F. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me deni, me peshqit, me peshoren, me gaforen, me akrepin, me ujorin dhe me pritjapin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.